të Republikës Kosovës. Një tjetër foto, besoj e ko regjia? Kjo është koloneli Cijas. Cijas Amerikane? Po, Jay Carter. Një mik jami me të cilën jam njoftuar në vitin 98, kjo ka qenë edhe në misionin e OSBE-s të William Walker. Kjo është fotografi në ditën kur ka shkuar në pension. Është pensionuar ky? Po, Jay Carter, tash jeton në Hag, kem komunikim përhershëm. Në Hag jeton? Po, në Hag jeton. Ju mund të nxjerrë ata burra mos bënaj gore? Kismet ata burra do të vinë në Kosovë ballhapur. Dhe me tek kemi pasur bashkëpunim që nga viti 98 deri kur është pensionuar në vitin 2015. Po një tjetër foto? Ish presidenti Hashim Thoçi. Këtu jam me drejtorin politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe atëherë me kryetarin e Partisë Progresive Demokratike të Kosovës. PPD-ja ka qenë po. Në kabinetin e tij viti 99 me disa mediume të cilat unë në rolin e përkthyesit të zotit Thoçi. Bravo Vagel. Me ish president Hashim Thoçi do të pak në kom foto. Lim foto po me çep bashkëpunëtori ti si ti. Vazhdojmë tutje. Regjia keni një foto? Kjo është fotografi përsëri me zotin Thoçi në kabinetin e tij vitit 2000. Tjetër foto? Këto e dy djemtë të mi, Imeri edhe Alori në vitin 98 synetia atyre dhe për më ju kallëzu këtyne burrave që edhe në 98-ën e kena pasur që kënë në shpirtën zemër që këta janë dy fëmijët e mi me këtë shpirtin rrit me shpirtin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bravo, faleminderit shumë regjia. E kisha pas dëshirë se zakonisht nuk kem çfarë me fol pa çfarë njerëz prezant, kisha pas dëshirë 2 minuta ta ftoj Hasan Zelilin me Viber, është as prish punë. Jo, absolutisht. Regjia nëse ka mundësi, do të adro me Hasani pak me Viber, të lutem. Alo, përshëndetje Bazaza. Përshëndetje juve, mirë si e. Mirë, faleminderit. Jemi prej emisionit Këshia Show. Inshallah s'na ka harru ka shpejt. Jo, si kam harru, pse? Sonte kam një emision përsëri, e kam Fatmir Shehullin këtu prezant edhe gazetarin Agim Muti. Jem të diskutu lidhën mbi deklaratat tua për vrasjen e Malit Shehullit, që ke thonë e ka por grupi Izrael Parazitit, çka ki me i thonë Fatmirit, është direkt live sonte. Aj vallaj, kur gjë s'kam që me thonë ma shumë. A ki diçka tjetër se? Po, veç letor nëtë Fatmiri, unë këtu jam prezent. Fatmir, a ki diçka me... Jo, nuk kam, e kam dëgjue intervistën e zotërisë dhe unë e thash që ky shtet ka organet rendit dhe atje do të ballafaqohemi se këtu s'kam Në shkafe të gjatë, Bacia Hasan, po thotë unë kam e qu tek organet e rendit të drejtësisë, po dhe se unë s'kam çka me i thonë ma shumë. Po, unë jam shumë i vetëdijshëm për ato që e kam thonë. Edhe nuk tërhiqna as një milimetër, për ndryshe unë e moj hala diçka me shtu këtu, por nëse Fatmiri dëshiron me ndërprej, nda ndërpresëm bisedën me njëherë. Jo, çka ki me shtuar veç në s'ka problem, kësë s'është për me ndërprej bisedën. Veç unë jam të prit veç pyetje, unë veç kam deklaru se nga Zahiri... Ti po thu që kam çka me fol alo ma shumë. Çka ki me fol ma shumë? Urna? Çka ki me fol ma shumë se ti thua nëse do Fatmiri unë kam çka me fol edhe ma shumë. Çka ki me fol ma shumë? Jo, unë veç që dashta mi u tregu rastin që shë kanë tregu. Edhe dashta mi u tregu që Fatmir Shehulli ka deklaru se babën e tij e kanë vra bondat kriminalet Miloševićit, me sa e dijone. Bondat kriminalet Miloševićit ne nuk kemi qenë, edhe nuk jemi. Edhe atë qka e kemi për obligim, edhe moral, edhe shpirtëror, që aq ka dim, aq me sqaru gjithë kanë. Basasa? Unë... Po,
Po, Ornaldo, po më falë. Po unë jam njoftu nga Zahiri se Malit Sheholli është vranë nga grupet tona guerile. Po thoj që shumë njerëz, do me thonë që kanë qenë aty, do me thonë pjesëtarë të grupit të Zahir Pajazidit, kanë potencu, si që ka potencu edhe Fatmir Sheholli, duke thonë që ditën kritike kër është vranë Malit Sheholli, Zahir Pajazidi ka qenë në Tiranë ose s'ka bëjë. Po, unë rreth 3 javë ma vonë e kom kuptu për i tina, unë tash nuk e di. Edhe tek ne sigurisht se ka ekzistu një konspiracion shumë i thellë, gjo që i ka mojt grupet tona guerile a i konspiracion rreth 7 vjetë. A ka mësi se... Pra në dëgjoni pak. Po. Se cili grup s'ka pas mundësi me ditë për grupin tjetër. Ta edhin mirë Fatmiri, edhe din mirë ata që kanë punu me... Po, sigurisht që po. Pra, jeshtë, po thamë, unë personalisht kur kam vepru në Podujev, kam vepru pa mos. Tek shkolla i Zgjuro Gjakovic, apo jo? Për shkak se kemi dasht me u identifiku si ftyrat e panjohura. Pra, rasti tjetër në... kur kemi shku në Malishev, bashkë me Zahirin, ne kemi shku pa Moska, për shkak se me u pa ftyrat tona, mos me qenë në personat Malishevës. A ka mësi se... Ka qenë ai konspiracioni që ka ekzistu, pra, s'kemi pas mundësi kur asnjëherë me ditë grupi për grupin diçka. Bacacan, a ka mësi se Agimuti është gazetor për do më të aboni pyti, po Ornagin? Po, letornal. Përshëndetje, zotëri Hasan. Ishtë bashkëm të lutem, nuk dëgjëm. Përshëndetje i ndëruar shumë. Falenderit. Dhe shta me të aboni pytje. Po, ma shumë, gjem. Ornal. Jesë, po më dëgjëm. Po. Në vitin 2024, rrëth mes dhetorit dikun, jemi taku në heb në Mazget, më zgaboj bashkë. Jo, dhe është ta më dërlidh, s'ka problem, dhe është ta më dërlidh të qashtja e Najt Hasanit që po thu nga ka dekonspiru Najti, kështu. Më kujtohet kur ke thonë, unë Najtin nuk e lau ma sho kërkush, për sho e shoj vetë, po kërkush nuk e lejë. Ashtë të vërtet, e shoj vetë. Po. Qashtu është. Ku të ka thonë shtë, më falë një shpak. Të hibi në Mazget. A ka mësi me përdi pak ma shumë, të lutem. Po më dëgjon. Po e nashë për dëgjëm. Faleminderit, shumë faleminderit, me gjithë se s'pom kujtohet për bes, por unë e kam këto zakon. Nëse unë kam diçka personale me një shok temin, unë veti i krya ato sene. E jo dikush tjetër. Pra, këtu nësme edhe Najtit është boni një ndërhyrje e paskropull. Do me thonë një ndërhyrje që